Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të televizionit rajonar 6+1 Vlora, ja ku rikthehemi të takojmë në këtë mbrëmje të rubrikës sportive. Përshëndetemi në rrugë dhe na pyesni të gjithë se kur do të fillojë rubrika sportive, na shkruani në rrjetet sociale me komentet tuaja, duke pritur me padurim me rifillimin e rubrikës sportive dhe ja ku erdhëm përsëri në këtë vit të tretë dhe gjej rastin të falenderoj pronarin e televizionit 6+1 Vlora zotin Berdelia, i cili më besoi edhe këtë vit të drejtojë rubrikën sportive. Ka startuar me plot sukses sezoni i ri rubrika sportive në ekranin më të madh televiziv shqiptar, siç është televizioni rajonal 6+1 Vlora, duke thyer pritshmëritë dhe duke regjistruar një audiencë të jashtëzakonshme. Burime nga autoriteti mediave audiovizive janë shprehur se rubrika sportive në televizionin 6+1 Vlora është vlerësuar ndër më të ndjekurit në transmetimet e televizioneve në vend, mbrëmjen e të ënës, jo vetëm atyre rajonale lokale, por edhe kombëtare, duke renditur televizionin 6+1 Vlora si televizionin lokal dhe rajonal më të madh në jugun e vendit dhe një nga më të rëndësishmit në të gjithë Shqipërinë. Programi ka trajtuar standarde profesionale të transmetimit, por edhe për zgjedhjen e njerëzve profesionist që njohin sportin e futbollin si dhe zhvillimet në të. Ndjekja e madhe e publikut tregon një besueshmëri të madhe tek informacioni që ne përcjellim, si dhe tek besnikëria që kanë teleshikuesit përkundrejt ekranit ton. Televizioni 6+1 Vlora ruajti standardin dhe fair play-in edhe në mënyrën e nisjes rubrika sportive këtë sezon, teksa pritëm që Flamurtari të rikthejë në shtëpinë e re të rikonstruktuar plotësisht, një nga impiantet më të bukura dhe më moderne në Shqipëri. Pikërisht ky moment historik për Flamurtarin dhe qytetin e Vlorës për mënyrën e një qasje të re të infrastrukturës sportive, përkoi edhe me nisjen e rubrikës sportive. Televizioni 6+1 Vlora falenderon në mënyrë të veçantë redaktorin përgjegjës dhe moderatorin e rubrikës sportive Sajmir Axhiu, si dhe të gjithë të ftuarit që kontribuan me analizat në diskutime profesionale në puntatën e parë të këtij sezoni të ri, por edhe që do të jenë të ftuar në emisionet e ardhshme të rubrikës sportive. Televizioni 6+1 Vlora kishte kënaqësinë që në emisionin e parë të rubrikës sportive të këtij sezoni të ri, mbrëmjen e të ënës të ishin të ftuar ish trajneri Flamurtarit e Qere Memushi, opinionisti rubrikës sportive, edhe në 2 sezonet e kaluara Vangela Luci, të cilët në fakt do të jenë miq të përhershëm të rubrikës sportive në këtë sezon të ri. Të ftuar ishin edhe artisti e kompozitori Viktor Tahiraj, si një tifoz i zjarrt dhe njohës i mirë i futbollit, si dhe gazetari dhe radiokronisti Ilia Mustaqi. Pavarësisht një transmetimi rekord edhe në rrjetin social Facebook, televizioni 6+1 Vlora nuk e konsideron këtë platformë si burim zyrtar audience për shkak të mungesës së transparencës dhe përhapjes së të dhënave abuzive. Televizioni 6+1 Vlora i qëndron vizionit të vet, ekrani është simboli i qytetit dhe burimi kryesor i informacionit të verifikuar dhe të besueshëm. Facebookistët janë të pabesueshëm. Në emision u komentua gjerësisht atmosfera e jashtëzakonshme në stadiumin Flamurtari, një stadium i tejmbushur mbrëmjen e të dielës si asnjëherë më parë, por edhe një investim i realizuar nga presidenti i klubit Sinan Idrisi, duke sjellë një stadium të rëndësishëm modern, bashkëkohor dhe europian në mes të qytetit të Vlorës. Por sipas të ftuarve në studio, pavarësisht se skuadra nuk u përgjigj me fitore në këtë ndeshje dhe gjendet aktualisht me 2 pikë në 5 takime të luajtura, elementi cilësor që kanë kuqezint në brendësinë e tyre do të sjellë kthesën e shumë pritur. E gjithë vëmendja tashmë është e përqendruar te përballja e radhës të shtunën më 4 tetor në Elbasan Arena me Dinamon. Të ftuarit thanë se Flamurtari do të arrijë të reflektojë dhe të ndryshojë, ndërsa i gëzohen edhe pushimit të kampionatit për shkak të ndeshjeve të kombëtares. Televizioni 6+1 Vlora theu rekorde audiencash të hënën në mbrëmje, ku ndoq në të gjithë Shqipërinë dhe jo vetëm në Vlorë nga vlonjatët, por edhe nga qytetarë të tjerë, të cilët ishin të angazhuar dhe të interesuar për të ndjekur ndeshjen, por edhe për të mbështetur një projekt serioz dhe ambicioz për një ekip të madh dhe një investim gjigant gjithashtu, siç ishte stadiumi Flamurtari, i cili ka parë ndryshime rrënjësore të tij. Flamurtari është një ekip i madh tashmë me një stadium të niveleve të larta dhe ku të ftuarit në studion e rubrikës sportive thanë se dhe rezultatet e skuadrës do të kthehen pasi investimi i bërë këtë sezon me rikthimin pas 5 vitesh në Super League të ekipit është shumë i madh dhe serioz. Rubrika sportive në televizionin 6+1 Vlora në drejtimin e Sajmir Axhiut në këtë sezon të ri që nisi rrugëtimin do të jetë pranë teleshikuesve dhe sportdashësve çdo të hënë në mbrëmje.